Ushqimet zën gati 40% të buxhetit të familjeve në 2024, duke ruajtur të njëjtën peshë si në vitin 2023, ndërsa kjo është pesha më e lartë në Europë. Mesatarja e Bashkimit Evropian është rreth 13% dhe e rajonit nën 35%. Sipas të dhënave të Instat mbi buxhetin e familjeve, familjet shqiptare shpenzuan mesatarisht 93.000 lekë në muaj për konsum, një rritje modeste prej 1.5% krahasuar me vitin 2023. Edhe pse shpenzimet totale janë rritur, struktura e buxhetit të familjeve ka mbetur pothuajse e pandryshuar, me ushqimin që vijon të zërë peshën më të madhe. Në vitin 2024, grupi ushqime dhe pije jo alkolike përbënin 39.6% të shpenzimeve mujore, po aq sa një vit më parë, me një shumë mesatare prej 36.879 lekësh. Sipas Instat, ndër grupet me rritje më të madhe të shpenzimeve janë mobilim dhe mirëmbajtje e banesës, transporti dhe veshje e këpucë. Megjithatë, pesha e tyre në buxhet ka ndryshuar shumë pak. Për shembull, shpenzimet për mobilim zën tashmë 6.8% të totalit nga 6.6% një vit më parë. Në të njëjtin linjë, transporti përbën 7.1% të buxhetit nga 6.8%, ndërsa veshjet dhe këpucët 5.1% nga 5% që ishte më herët. Në anën tjetër, shpenzimet për shëndetin u tkurrën nga 4.3% në 3.8% dhe ato për arsimin nga 3.5% në 3.3%. Familjet shpenzojnë mesatarisht 8.944 lekë në muaj për banesë, ujë, energji elektrike dhe qira që përbën 9.6% të totalit të buxhetit, me një ndryshim minimal nga viti i kaluar.